Jam me intervenime, do më thonë 7 herë operune, edhe akoma jam në kimioterapi. Pikë së pari, ju falenderoj për pjesëmarrjen e Mashit dhe mbështetjen ndaj nesh. Po ashtu e falenderoj edhe drejtorin e shëndetësisë për organizimin, se fani kam pak edhe emocione. Se dje kom përfundu edhe ciklin e kimioterapisë, kështu që jam pak ma e lodh. Ju kisha lutë gjitha nanave, vajzave, të bëni kontrollet shpeshta. Unë jam me diagnostikune që 6 vite ofër. Jam me intervenime, do më thonë 7 herë operune, edhe akoma jam në kimioterapi. Po, ju lusë më së ndalni, forca, keni vullnet, të sfida janë fakt që janë pak vështira, si për familjar, si për vetë personin, po me mbështetjen e familjes, shoqërisë, muj mja dalë. Mos i hubni shpejsat, bëni kontrollat vazhdueshme. Do të thotë që vish prej moshës, po duhet me kohë mi bo kontrollat rutin, se kjo është smuj qaq e mshefshme që nuk e presim.